Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të bërë një analizë të lojës së Mirit edhe Selinës, por njëkohësisht edhe Rogertit. Në fakt, Miri ka qenë shumë në tension ditën e sotme, ka qenë shumë i acaruar, ka pat frikën që ndoshta do të humbet Selinën, nuk dëgjoi fjalët e të bijës. E bija e Mirit me qëndrimin që kishte, realisht erdhi me një mesazh të plot, erdhi me një mesazh të fortë kundërdrejt babait të saj, për t'i treguar se çfarë në fakt duhet babai i saj të bën dhe se si duhet ai të vepron, por që Miri, për të mos humbitur lojën, edhe pse në dhomën e surprizave premtoi që do të qëndronte larg Selinës, që do të stepej nga ajo, që do të ndryshonte formën e lojës, por kjo gjë nuk ndodhi. Selina natën e mbrëmshme ju afrua sadopak Mirit, me atë energjinë që vetëm Selina ka, me atë pozitivitetin që vetëm Selina ka, që dëshironte në fakt të merr një mesazh nga Miri, që dëshironte ta kuptonse çfarë është folur në dhomën e surprizave, çfarë mbante kutia e Pandorës, por Miri nuk ja tha. Por i kemi parë të dy të bisedojnë në verandë ku Miri, krahasuar që mbrëm ishte shumë i tensionuar dhe në një farë mënyre dëshironte që të hakmerret kundërdrejt Selinës, e pa Mirin shumë pozitiv, e pa Mirin shumë të qetë dhe e pa Mirin shumë të ngrohtë shpirtërisht në raportin me Selinën. Dhe pyetja që në fakt unë dua të drejtoj tek publiku është: a e do Miri Selinën apo trëmbet Miri pa Selinën brenda vetëm në atë shtëpi? Ai e pyeti Selinën pse bëre këtë lloj nominimi. Në qoftë se nuk del Ina dhe del Gimbo, a do të dhimbse, a do të bëhej vonë në një farë mënyre, por Selina është shumë e zgjuar dhe i tha që nuk e kam problem fare, ndërsa nëse dal unë, tha, a do ta kesh problem, pa tjetër tha që do ta kem problem këtu brenda. Do me thënë Selina, unë garantoj që nuk e do Mirin për dashuri, por është duke luajtur një lojë që do me thënë është të tërhiqe perin e mos e kput, do me thënë i mban as në qiell as në tokë. Dhe kjo është strategjia e Selinës, ndërsa Miri i vetëm brenda kësaj shtëpie ka shumë frikë, sepse lojën e ka ndërtuar në shpinët të Selinës, e ka ndërtuar në hapat e Selinës dhe tani në këtë ditë, do me thënë që po shkojmë drejt mesit të Big Brotherit, Miri i vetëm nuk e arrije dot, do me thënë, ta finalizon gjën dhe ka shumë frikë në qoftë se Selina shkon drejt rrugës së DJ Gimbos. DJ Gimbo te krevati i gjumit i tha Selinës që nuk ke ku ik prej meje, do me thënë ja ka vënë mision vetes, që unë do t'jem këtu me ty. Por do të shohim se si do të marrin gjërat, e shoh Mirin do me thënë jo shumë besnik të fjalës së vet, jo shumë i lumtur në fjalën e vet, dhe kjo gjë në fakt po më befason pak. Tani nga ana tjetër, po të bëjmë një matematik rreth gjërave që në fakt po ndodhin brenda shtëpisë me Rogertin. Rogerti ka qenë shumë i zëshëm, shumë ofendues, shumë kërcënues për ditë të tëra që nuk ndalonte fare dhe nëse i flisnin opinionistët apo produksioni. Këto ditë ka qenë pak më i zëshëm, sidomos sot ka qenë në kuptimin i zëshëm në lojë, por jo ofendues, ka qenë shumë i qetë. Do të thënë është duke luajtur një lojë interesante. A mos do që Rogerti që ta merr, do të thënë, në mes Mirin dhe Selinën, apo i trëmbet këtij lloj nominimi, sepse është një ndër nominimet më të forta në fakt që ka ndodhur dhe ndoshta kjo frika që Rogertin e ka kapur shpirtërisht për gjuhën që ka përdorur, për urrëtitjen që ka treguar, për natyrën që ka shprehur, ndoshta do e çon në mendime që unë mund të largohem nga shtëpia. Edhe pse unë e them që banorja që do të largohet nga ky nominim nuk është Miri, sepse tani shqiptarët dhe produksioni do të presin a do të mbaj Miri fjalët e veta, se Miri nuk i mbajti. Miri premtoi që nuk do t'i flet Selinës, premtoi që nuk do të merret me Selinën dhe përsëri te Selina shkon. Domethënë sot gjatë gjithë ditës ka pas fokusin te Selina, ndërsa në këtë rastin tjetër që e kemi Rogertin, Rogerti siç duket është duke bërë një strategji se në qoftë se unë qëndroj non stop
i mërzitur edhe duke folur kështu me banorët, ndoshta do të humb. Tani edhe te krevati, Miri dhe Selina janë duke fjetur bashkë. Kanë rënë tani bashkë. Pa marrë parasysh, do me thënë që Miri tha që do të largohem, nuk e bën dot. Unë e kam thënë ai në shpirt e do Selinën dhe nuk mundet që ta largon nga jeta, nga përditshmëria, nga forma se si ai ka ndërtuar lojën aty brenda.